Moment pajtimi dhe reflektimi në Big Brother Kosova. Toni i kërkon falje Elionës në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet shpesh shpërthejnë dhe keqkuptimet lindin nën presionin e lojës dhe izolimit. Ka edhe momente të rralla që sjellin qetësi, pjekuri dhe ndjeshmëri. Një nga këto momente ishte ai mes Tonit dhe Elionës, një çast i sinqert reflektimi që tregoi se gabimet mund të pranohen dhe marrëdhëniet mund të riparohen, pas disa tensioneve të mëparshme dhe një distance që ishte ndjerë mes tyre. Toni vendosi të afrohej te Eliona. Ata u ulën bashkë, larg zhurmës së shtëpisë, në një ambient më të qetë, ku fjalët mund të thuheshin pa presion. Toni e nisi bisedën me një ton të ulët dhe të sinqert, duke i kërkuar falje Elionës për sjelljen dhe fjalët që e kishin lënduar. Bravo, mirë që e gjete edhe ti kohën, ju drejtua ai me respekt, duke pranuar se momenti për reflektim kishte ardhur. E di që je shumë e ndjeshme. Më fal. S'do ndodh më. Këto fjalë nuk ishin thjesht një kërkim faljeje formale, por një pranim i hapur i gabimit dhe një premtim për ndryshim. Eliona e dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprer, duke treguar maturi dhe qetësi. Reagimi i saj ishte i përmbajtur, por i ngrohtë, duke lënë të kuptohet se falja nuk vjen gjithmonë me zhurmë, por shpesh me heshtje dhe mirëkuptim. Ky moment u pa nga banorët e tjerë si një shembull i bukur komunikimi. Në një shtëpi ku debatet janë të shpeshta dhe egoja shpesh merr përparësi, Toni tregoi guxim duke pranuar gabimin, ndërsa Eliona tregoi pjekuri emocionale duke i dhënë hapësirë dialogut. Atmosfera mes tyre u zbut ndjeshëm dhe u ndje një lehtësim i dukshëm. Për publikun, ky ishte një nga ato çaste që e bëjnë Big Brother Kosova më shumë se sa një lojë. Ishte një pasqyrim i realitetit njerëzor, ku gabimet ndodhin, por edhe falja është e mundur kur ka sinqeritet. Shumë shikues e vlerësuan këtë moment si të vërtetë dhe të ndjerë, larg dramave të sforcuara. Në fund, pajtimi mes Tonit dhe Elionës tregoi se brenda së